Kryeministri Hristijan Mickovski ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga qëndrimi kundër ndryshimeve kushtetuese pa njohjen zyrtare të pakicës maqedonase nga Bullgaria. Ky qëndrim, ndonëse i njohur, ka marrë formë tjetër nga mbrojtja e identitetit maqedonas, është vendosur drejt kërkesës për reciprocitet në të drejtat e pakicave. Më herët, qeveria përdorte propagandë mediatike për të paraqitur përfshirjen e bullgarëve në kushtetut si kërcënim ndaj identitetit kombëtar. Por, tani është bërë e qartë se ky argument nuk qëndron përballë faktorit ndërkombëtar. Njohja e një pakice nuk cënon identitetin e një kombi tjetër. Sot, Mickovski kërkon njohjen e maqedonasve në Bullgari, por si vend kandidat, Maqedonia e Veriut nuk ka pozita të barabarta me Bullgarin si antare e BE-s. Kërkesa për kushte ndaj një shteti antar është jo realiste dhe shërben më shumë për konsum të brendshëm sesa për arritjen e rezultateve konkrete. Mickovski e di se nuk mund sfidoj politikën bullgare, por i jep qeverisë së tij një justifikim nacionalist për të vonuar negociatat me BE-n. Kjo mungesë vullneti u pa edhe në procesin e antarësimit në NATO, që u arrit vetëm pas një ndërhyrje të fuqishme ndërkombëtare. Tani, qeveria nuk tregon gatishmëri për të përmbushur obligimet e kornizës negociuese me BE-n, duke futur vendin në blokadë dhe duke ngritur dyshime për përkushtimin ndaj integrimit evropian. Shembull i kësaj sjellje është marrja e kredive të paqarta britanike, ndërkohë që BE ofron fonde të pakthyeshme. Madje, ish deputeti VMRO-s Petar Poparsov e justifikon këtë si ndërtim të marrëdhënieve strategjike me Britanin në mungesë të perspektivës evropiane. Qëndrimi refuzues i qeverisë shihet edhe nga justifikimet që ofron për të mos futur bullgarët në kushtetut. Vendi paraqitet si viktim e një procesi të paprecedent për zgjidhjen e kontesteve me fqinjet. Por shembujt e Kroacisë dhe Slovenisë tregojnë se kur ekziston vullnet politik, zgjidhjet gjenden edhe atëherë kur në pyetje janë mosmarrveshjet territoriale. Një tjetër tezë rreme pranishme në retorikën e qeverisë është se BE po tregote pa drejt me Maqedoninë e Veriut. Në fakt, është e njohur botërisht se asnjë vend nuk mund të antarësohet në BE pas zgjidhur kontestet bilaterale. Nëse një vend nuk është në gjendje të zgjidhë problemet me fqinjët, si mund të kontribuojë në një bashkësi që funksionon mbi konsensusin? Së fundi, qeveria pretendon se nuk po vlerësohet për reformat, por është e paqartë për cilat reforma bëhet fjalë, kur Maqedonia e Veriut është i vetmi vend kandidat që ka miratuar ndryshime skandaloze në kodin penal, duke shpëtuar nga ndjekja penale qindra zyrtar të lartë të dyshuar për korrupsion. Qeveria aktuale ka pasur një vit kohë për të korrigjuar kodin penal dhe për të rikthyer veprën e keqpërdorimit të detyrës, por këtë nuk e ka bërë. Dyshimi është i arsyeshëm. Sa funksionar të tjerë duhet t'i shpëtojnë drejtësisë që qeveria të vendos të ndryshojë kodin? Nga ana tjetër, vetë qeveria deklaron se gjykatat janë të kapura, duke vënë në pikë pyetje vendimet e tyre. Në këtë kushte, për cilat rezultate të reformave flitet, kur mungon shteti së drejtës dhe pavarësia gjyqësore. E vërteta është më e thjeshtë se sa paraqitet. Elitat politike maqedonase nuk e dëshirojnë integrimin evropian, sepse një pjesë e madhe e maqedonasëve etnik tashmë janë qytetar të Bashkimit Evropian përmes shtetësisë bullgare. Nëse mbi 150.000 maqedonas etnik kanë pasaporta bullgare, atëherë shumë prej tyre tashmë gëzojnë benefitet e BE-s. Punojnë, studiojnë në vende të ndryshme evropiane, njësoj sikur të gjithë qytetarët evropianë. Ndërsa pjesa tjetër në vend, përmes një korrupsioni të shfrenuar institucional, pasurohen brenda sistemit aktual. Të vetmi që kanë arsye të sinqerta për të kërkuar BE-n
Janë shumica e shqiptarëve, një pakicë e vogël maqedonase dhe bashkësitë e tjera etnike, që ende përballen me diskriminim të egër.